Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allahun Azza wa Jalla lavdrojmë, atë falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje te Allahu Azza wa Jalla nga tek këqijat e shpirtave dhe veprave tona. Ata të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e Tij nuk ka kush që e humb, ndërsa ata të cilën e lën në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, I cili është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguari I Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jalla qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sonte me lejen e Allahut Azza wa Jalla do të vazhdojmë me ligjëratën e radhës që kemi filluar të shpjegojmë, domethënë librin që ka të bëjë me tri parimet. Dhe deri në ligjëratën e fundit kemi folur për disa çështje të cilat autori ka bërë vetëm si hyrje të librit, se realisht ato tri parimet për të cilat ka folur edhe për të cilën e ka shkruar këtë libër, fillojnë domethënë me ligjëratën e sotit. Pra këtë ato që ka thonë më herët kanë qenë vetëm si hyrje dhe para përgatitje për këto tri parime. E këto tri parime, domethënë I kemi cekur se cilat janë ato janë ato tri pyetjet që do të pyetet njeriu në jetën e varrezave, kur të vendoset xhenazja në varr, e të kthehen anëtarët e familjes, të mbolohet me dhe, I kthehet shpirti te trupi, edhe pse me një jetë tjetër, jo jetë kësaj bote, po jetë që thuhet jeta e varrezave, edhe vijnë dy melaçe, edhe ulin edhe pyesin se kush është Zoti yt, cila është feja jote, kush është pejgamberi yt. E besimtari e thot me plot gojë dhe me bindje të fortë se Zoti im është Allahu, feja im është Islami, ndërsa I dërguari im është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I thuat se si e ditë këtë çështje, ai do të përgjigjet se kam lexuar dhe kam besuar. E melaçet do t'ja vërtetojnë këtë se me të vërtetë ka ashtu siç ka thënë është. E I shtrohet prej xhenetit, e I çelet një dritare prej xhenetit, e vije prej aromës së xhenetit, e I zgjerohet domethënë varri sa në horizont. Përkundrazi pabesimtarit apo munafikut, që kur t'i vinë ato melaçe dhe pyesin se kush është Zoti yt, cila është feja jote, kush është pejgamberi yt, do të thonë kemi dëgjuar duke thënë njerëzit dhe kemi thënë apo ha la edri, nuk e di, kemi dëgjuar njerëzit duke thënë dhe kemi thënë edhe goditën thot me një që kanë. Cënën si pasojë e kësaj goditje shojnë një brimt, sikur të kishin dëgjuar, domethënë njerëzit kishin mua livanos, e I shtrohet prej zjarrit, e I hapet një dritare prej zjarrit, e I vije nga nxehtësia e zjarrit, e ngushtohet varri derisa domethënë edhe brint I njërin e tjetrin. Besimtari thot o Zot bëre kiametin më shpejt, e ky nuk ka qef, edhe pse është nga zep më bë kiameti, se din se ajo që është pasoj është domethënë edhe e më vështirë. Pra thjesht këto janë tri parime që I ka cekur autori, që kanë bëjnë me domethënë sualin edhe përgjigjet edhe pyetjet që do t'i marrim, do të kemi në natën e varrit. Lutim Allahun Azza wa Jalla që të na bën për atyre të cilët jetojmë me këto përgjigje, edhe dhajmë shpirt me këto përgjigje, edhe na përforcon Allahu Azza wa Jalla në ato momente, nga se kështu ka premtuar,
kur ka thonë yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Allahu azza wa jall i përforcon, do të thonë me këtë dëshminë e vërtet, fjalën la ilaha illallah, të cilët kanë besuar në këtë dynja, mirë po edhe në ahiret, edhe do të thonë në jetën e varrezave kështu, do të thonë me radhë. Mirë po, këto tri themele, këto tri parime, në bazë të cilën e ka dërtuar autori këtë libër, e ka në një anë tjetër se këto përveç të resuali i natës vorët, këto kanë ardhë edhe në për hadithe ndryshme, dhe më thonë bashkë. Nga se ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë e ka shiju njeriu ëmbëlsinë e imanit, nëse pranon Allahun për Zot, Islamin për fe, e Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për pejgamber. Apo ka në hadith tjetër të vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kush thot në mëngjes e mbrëmje 3 herë, raditu billahi rabban, o bil islami dinen, o bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, jem i kënaqur se Zoti im është Allahu, dhe feja im është Islami, dhe se pejgamberi im është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, vetëm se Allahu azza wajal e ka marrë përsipër atë njëri me e kënaq nesër në ditën e gjykimit. Pra këto 3 çështje bashk, këto 3 themele kanë ardhur në hadithin e sualit, në jetën varreza, mirë po kanë ardhur edhe në të dhikri mëngjesit dhe mbrëmjes, ka ardhur edhe të hadithit, domethënë që shihen njeriu ëmbëlsinë e imanit nëse i realizon këto 3 çështje, mirë po duhet me ditë se me meditu njeriu në lidhje me këto 3 çështje kupton se realisht këto janë themelet që duhet me njoh njeriu, se mbas sajna e ndërton edhe fenë e tina, edhe besimin e tina, mirë po edhe duhet me ndërtu jetën e tina, nga se thash shpëtimi i tina është i lidhur me këto çështje. Ka filluar me të parën, me njoft Allahun azza wa jall, edhe kemi thonë se duhet me njoft njeriu edhe me besu atë fuqishëm, mos me qenë se ka dëgjuar tjerët dhe i ka pasuar verbëreshta, nuk i ka ditur se çka ka besuar, ose si më fton njeriu të më thonë veç kam lindur pe prindër musliman, jetoj në familje islame, muslimane, i ndrreth muslimane kështu me radhë, po duhet me i pas këto çështje me bindje, edhe me ditë se pse beson Allahun, pse ka zgjedhur Islamin për fe, pse ka pason Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber e kështu me radhë. Edhe ka filluar tash me shpjegu themelin e parë, bazën e parë, ai është me njoft Allahun azza wa jall, edhe e ka atë metodologjinë autore, domethënë se nëse ty të pyesin kush është Zoti yt, thuaj Zoti im është Allahu i cili më mbikëqyr, edukon, furnizon mu dhe krejt krijesat me begatit e tina. E i tillë është i cili meriton të adhurohet, nga se nuk ka të adhuruar përveç tina. Qofse i kujtohet në fillim, kur ka folur autori pak shkurtimisht në lidhje me këtë, ka thonë se nëse Zot të pyet se kush është Zoti yt, i thu Zoti më është ai i cili më ka krijuar. Këtu nuk e ka përmend fjalën e krijuar, po e ka përmend fjalën Rabb. Men Rabbuk, apëton Rabbi, Allahu alladhi rabbani. E ka përmend fjalën Rabb, që në gjuhën arabe ka disa kuptime. Kuptimi i parë është që është zotëri, kuptimi i parë është se është mbret, kuptimi i tretë është ai i cili, domethënë, i rregullon gjërat. E që këto 3 kuptime realisht janë që të realizuara te Allahu azza wa jall. Nga se, domethënë, ai është zotëriu i zotrive, ai është mbreti i mbretërve, ai i cili ka çdo gjë në dorë. Mirë po Rabbani, sikur autori e ka për qëllim jo vetëm se të ka kriju, e të furnizon, po e ka një kuptim më të thellë për qëllim këto, nga se Zoti është jo vetëm që krijon, jo vetëm që furnizon, mirë po ja jep secilit person atë që i nevojitet, edhe që i përshtatet, edhe që ka nevojë për të. Realisht, ai që është fëmijë në barkun e nënës, ndryshe i shkon ushqimi, e ndryshe ushqehet.
ai cili është fëmijë i posalindur kështu me radhë, ai cili domethënë moshë mesatare, ai cili është domethënë moshë tyre kështu me radhë, domethënë thjesht për secilin krijes, përveç që e ka kriju, përveç që e furnizon, realisht është duke u përkujdesur në formë veçantë që realisht më u plotësua nevojat e tina, edhe pse ai ndoshta nuk e din se si po vinë ato, e si po ndodhin ato, mirë po është një Zot, është një mbikëqyrës, domethënë që i ka domethënë gjërat në dorë. Mirë po, thojnë dietarët se kjo çështja e mbikëqyrjes së Allahut Azza wa Jall është dyllojshme. Është mbikëqyrje e përgjithshme edhe është mbikëqyrje veçantë. Mbikëqyrje e përgjithshme është që Zoti i mbikëqyr krejt krijesat e veta që i ka kriju, i furnizon, i përcjell që ka nevojë e kështu me radhë. Ndërsa mbikëqyrje e veçantë është ajo që i ka veçuar Zoti disa njerëz me udhëzim, i ka udhëzuar në iman, i ka udhëzuar me adhuru Allahun Azza wa Jall, nesër kam i udhëzuar domethënë me hyrje në xhenet e kështu me radhë, e që kjo është domethënë mbikëqyrje e veçantë edhe për kujdesje veçantë që Allahu Azza wa Jall ja u bën besimtarve. Mirë po thot ky Zoti që më mbikëqyr mu me begatit e tina të pa ndërprera, të vazhdueshme, është Zoti im me cili meriton të adhurohet dhe nuk meriton të adhurohet askush përveç tij. Sikur autori po don me e largu një dyshim që është i përhapur në botën islame, se edhe kur e komentojnë shahadetin, thonë se me thonë fjalën la ilaha illallah, do me thonë se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut Azza wa Jall. Mirë, po kjo nuk mjafton, se këtë çështje kanë besuar edhe besojnë edhe sot njerëz, edhe historikisht, do me thonë shumica absolute njerëzve, përveç një pakice e besojnë që kjo gjillësi e ka një krijues, edhe ai krijues është vetëm një. Mirë, po ajo lufta apo ai debati kryesor mes pejgamberëve, pasuesve të pejgamberëve dhe pabesimtarëve nuk ka qenë me besu se është një krijues. Po kënd duhet me adhuru çat krijuesin, a me adhuru edhe krijuesin e me adhuru dikon tjetër. Dikush i ka adhuruar me laçet, dikush i ka adhuruar me domethënë pejgamberët, dikush i ka adhuruar domethënë njerëz e mrrim që jetojnë njerëz e devotshëm, shëhlert, të ecet e kështu me radhë, dikush i ka adhuruar domethënë qiellet, domethënë diellin, dikush honën, dikush sot e dini domethënë ka njerëz që adhurojnë lopën, thjesht dikush domethënë ka marrë druj, gur e kështu me radhë, çat i ka adhuruar përveç Allahut Azza wa Jall. Pra që kjo është ajo vija ndarëse që don besimtarin prej tjerëve, se kur thojmë në fjalën la ilaha illallah, e kemi për qëllim se pranojmë se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut i cili meriton mu adhuru. Pra thjesht e besojmë që Zoti është një i cili ka kriju, mëri po e tillit duhet mi ju fal, të tillit duhet mi ju lut, të tillit duhet mi prej kurban, e kështu me radhë llojet e ibadetet që do t'i marrëm domethënë në vazhdimsi, e thot e cili është argumenti jot për këtë punë, atëherë thuaj fjala argumenti është fjala Elhamdulillahi Rabbil Alamin, domethënë fillimi i suratul Fatiha, nga se domethënë është fjala e parë mas bismillahit, domethënë Elhamdulillahi Rabbil Alamin, e kjo është edhe fjala e banorëve të xhenetit, domethënë wa akhiru da'wahum alhamdulillahi Rabbil Alamin, dhe fjala e tyre e fundit ka më qenë dhe madhrimi, falëndrimi, lavdërimi i takon Allahut Azza wa Jall. Edhe thjesht e meriton Allahut të adhurohet, e të falendrohet, e të madhrohet, se është Zoti i krejt gjithësisë, i gjitha botrave, botës njerëzve, njerëzore, botës shtazore, botës melaçeve, botës e gjinve, botës dëzbimve, e çdo botë, se secila është në botë vete, këtë këto janë domethënë që janë të krijuara nga Allahu Azza wa Jall, edhe këtë nuk e konteston pothuajse askush, se nuk pretendon dikush që ka krijuar diçka tjetër përveç Allahut Azza wa Jall. Pra të Allahu Azza wa Jall kur i ka çertuar ata ka thonë em ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alayhim, a po dojnë mi bë Zotit ortak, se ata ortak që pja bojnë Zotit pas kanë krijuar çu krijon Zoti ju ka përzi krijimtaria. S'ka kush që pretendon se thjesht domethënë dikush
krijon ashtu siç ka krijuar Allahu azza wajalla, se po pretendon se këtë gjithësi, këta qiell, këta toka, këto domosdoshmë botra i ka krijuar dikush tjetër përveç Allahut azza wajalla. Gjithë e kanë domosdoshmë të pajtuar në këtë çështje, em khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. A janë kriju për vetvete apo kanë krijuar vetveten e tyre? Kur ka folur domosdoshmë për çështjen e mizës, ka thonë ata që t'i adhurojnë përveç Allahut azza wa jall, domethënë janë çaq dopt, se që ata nuk krijojnë asnjë mizë, po dhe ajo mizë mja marr diçka, nuk kanë mundësi me shpëtua dhe me nxjerrë dhe me kthyje që ajo ka marrë miza. E sa dopt janë ata që adhurohen dhe ata që adhurojnë dikon tjetër përveç Allahut azza wa jall. Pra thjesht çështja është shumë e qartë se çdo gjë përveç Allahut është e krijuar. Këtë botrat që të cekat, njerëzve, të shtazve, të bimëve, të melaçeve, të gjinëve, këtë janë të krijuar, e thot edhe unë jam njëri prej atyre të krijesave edhe prej asoj bote se krijuar, edhe ne jemi të gjithë të tillë. Mirë po, thot, nëse ti po thu Zoti është ai që të ka kriju, a ka mundësi më tregue argumentet se çysh e kupton që ne jemi krijesat e tij? Atëherë ka filluar me i cek, domethënë argumentet, edhe ka thonë këtë e kuptojmë në dy forma. Forma e parë përmes argumenteve, e forma e dytë thotë është përmes krijesave. Forma e parë përmes argumenteve e ka cekur domethënë natën dhe ditën, diellin dhe honën si shembuj, edhe pse realisht dietarët kur flasin për argumente thonë janë argumente kosmologjike, edhe argumente shariatike, se domethënë edhe në Kur'an kanë ardhur argumente të cilat thrasin që të besohet Allahu azza wa jalla dhe kanë ngritur argumente logjike që njeriu duhet të e besojë Allahun azza wa jalla dhe të adhurojë vetëm atë. Mirë po ka argumente kosmologjike, të cilat Allahu azza wa jalla ka aluduar në Kur'an edhe ka thonë se nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Dhe do t'ju dëftojmë atyre argumente në gjithësi, në kosmos, edhe në vetët e tyre, derisa t'ju bëhet e qartë atyre se ky Kur'an është i vërtet. Ky besimi që ka thirrur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i vërtet. Pra thjesht ka argumente edhe nga Kur'ani, ka argumente edhe nga kosmosi, bile njeriu vetëm i mjafton me kçyr veten e tij edhe shëndetin e tij, trupin e tij, se çka është i krijuar në formë të mrekullueshme, domethënë e din se kjo nuk ka mundësi me ndodhë vetvetiu, vetëm se është një programues i detajuar, sa që mrekullitë e krijimit tina, vetëm se po i eksplorojmë akoma. Akoma jem duke i gjurmu, edhe duke u fascinu se qa po gjojmë, e qa po dim, se qysh në pas ka krijuar Zoti neve, apo qofse meditojmë më tepër se çish ka krijuar në më thonë edhe gjithësinë. Mirë po dietarët kanë thonë se çka dallimi mes krijesave dhe argumenteve, se thjesht për dyat i ka marrë si domethënë argumente, domethënë për ekzistimin e Zotit që duhet më adhuruar, kanë thonë i ka cekur te krijesat qiellin dhe tokën, të argumentet e ka cekur natën ditën, edhe domethënë çështjen e honës së diellit, nga se realisht argumentet që i ka cekur në honën natën edhe ditën e honën e diellin, edhe këtu janë të krijuar. Edhe krijesa dielli dhe toka dhe qielli janë të krijuar. Mirë po, qielli dhe toka janë më statike. Janë shumë të mëdha, janë krijesa më të mëdha. Po janë statike, e që edhe këto me logjikisht mundesh me thonë këto e kanë kriju veten jo. A janë kriju nga gazgjeja jo. Domthonë e kupton që i ka kriju dikush tjetër. Ai është Allahu azza xal. Mirë po, ajo që e provokon njeriu pak më tepër është gjithmonë diçka që lëviz ndryshon. Pra te sheh Ibrahimin, kur ka debatuar me popullin e tij, se të kanë besuar edhe zota tjetër përveç Allahut dhe i kanë adhuruar ata. Në debat të sipër, ka thonë kur e ka pa një ylli, ka thonë ky është Zoti im. Se ka pa se her po del, her po fshihet, natën po del, ditën po fshihet, kështu me radhë. Mirë po kur ka përënduar, ka thonë la uhibbul afilin, nuk i kam unë qef ata të thjesht domthonë përëndojnë dhe zhdukën edhe hupin, pra i tillë nuk do të merret për adhurim. E po du me thonë se realisht këto argumentet që janë lëvizje sipër, gjithmonë janë më ato që e prekon intelektin e njeriut, si të rasti i diellit dhe honës.
si të rasti i natës dhe ditës. Se realisht, qaq mrekulli Allahu Azza ka bë me këtë natë edhe këtë ditë. Sa që faktikisht ditën e kalon të gjallë njerëzit me ngjallnu, me punu, me krijuar ekzistencën, me siguruar ekzistencën, ndërsa natën e ka bë të kundërt, e ka bë domethënë që me pushu njeriu. Edhe dyjat jenë në si forme të përpikt. Si të përfundon dielli vjen nata, si të përfundon dielli vjen dita. Domethënë faktikisht në qase formë precize dallojmë mes verës edhe ditës. Domethënë ajo zgjatet, kjo shkurtohet, ajo shkurtohet, kjo zgjatet, që faktikisht është mrekullin vete që njeriu me kuptu. Pra atë Allahu Azza kur ka folë sidomos për natën edhe ditën, ka thonë قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء. Thot, shihni si kur të kish ba Zotit të në kohën natë, deri në ditën e gjykimit, për gjithmonë. Kush kish me sjell dhe më thonë dritën dhe me ba ditë? Apo të kundërtën? قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا من إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالليل تسكنون فيه. Domthonë nëse Zoti e bën këtë kohën ditë deri në ditën e gjykimit, kush e ka shpru natën që ju me flajt edhe me pushun e të. Pra Zoti është ai i cili e ka bën natën në ditën si mrekulli që në ditën me gjallnue, me jetue, me siguru domethënë ekzistencën e natën domethënë me pushu, apo edhe te nata, edhe te hona dhe dielli. Domethënë merrni diellin tash, e sidomos tash që jem të jetu në këtë krizën e energjisë elektrike. Për shumë domethënë se ajo lufta e madhe në shekullin e 21 si duket do të bëhet për këto energji, edhe këto burime energjetike. Edhe për shumë mungesë pak të energjisë, sa kem probleme me e ndriçu, edhe në qoftë se punojmë me kapacitetet maksimale, sa pak ndryqojmë për jetës edhe për kësaj gjillësie që në rrethon e kësaj rrethi ambientit që jemi duke jetuar në ta. Allah Azza wa Jalla qënë vetëm një diell, edhe ta bën dritë që thëmë ta bën sabah krejt. S'ka nevojë me punu as keku, as me gjeneratorë, kështu me radhë hiç, sa që thjesht s'ka vend që godet ky diell vetëm se e ndriçon. Apo natën, kur domethënë përëndon dielli e vjen hona, e vjen përveç honës edhe yje e tjerë, që të realisht ndihmojnë që edhe në atë procesin e rritjeve të bimëve. Mirë po, faktikisht hona është si një udhëzues, që edhe nëse thjesht largohet dielli, edhe njerëzit kanë nevojë me kry jetë, edhe me jetua gjatë natës, e nata si tash në natë kohë dimrit është bajagi e gjatë. Realisht kur s'ka pas kësi drita, se në hona ka qenë gjithmonë orientuesi që natë të dritë honës ose kanë punu, ose kanë udhëtu, është e kështu me radhë. Praktikisht janë mrekulli që vetëm Allahu Azza wa Jalla me mirësitë e tina që ja ka dërguar këto sene njerëzve, mirë po që duhet njerëzit me i meditu. Edhe me këshyr këherë që të punën e ditës dhe natës. Para mendoni tash ka njerëz, ata janë alhamdulillah të rrallë, që nuk mundën me flajt kurrë 24 orë. Veç po tash nuk ajo është smundje, mirë po thash merrni tash me kanë kohë 24 orë ditë dhe mos me pas kohë natës, qysh kishë mujt në me jetu jetë normale, edhe me flajt, edhe me pushu edhe kështu me radhë. Ti mundesh me flajt edhe ditën, ama 10 orë me flajt ditën nuk mundesh me zëvendësu një orë të natës. Se tjetër domethënë efekt ka në gjumi natës, e tjetër efekt ka gjumi ditës. Pra atë Zoti ka bërë mrekulli domethënë që ditën me kon ditë domethënë për me punu, e nata me pushu e me fjet e kështu me radhë. Mirë po që është mirë njeriu ko pas kohë këto argumente me i kuptu edhe me i ditë. Mirë po thash, përveç këtyre argumenteve që janë lëvizje e që e provokojnë intelektin, janë krijesat e qarta, domethënë edhe dielli, edhe domethënë toka, edhe domethënë qielli që janë më statike, mirë po janë çaq madhështore, çaq domethënë të mëdha, çaq gati pothuajse të pakufishme, domethënë vazhdimisht zbuluan domethënë trupa qiellor, e sfera e kështu me radhë, që faktikisht tregon se sa i e madhe është kjo gjillësi, e kjo galaktik që me tregu se realisht ai që ka kriju është edhe më i madh se këto.
edhe në fuqi, edhe në dije, edhe në mbikëqyrje, kështu me radhë që faktikisht përmes tyre me kuptu madhështinë e Allahut Azza wa Jall. E autori për si argumente ka cekur 3 ajete në këtë çështje, ka cekur ajetin wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dhe për argumenteve të tij, të ekzistimit të tij, që duhet me njoftë Allahun dhe me besu atë dhe me adhuruar se kalon natën e kalon ditën, ka krijuar domethënë diellin edhe honën. Mos i bëni sejdë as diellit as honës, mirë po bëni sejdë Allahut i cili ka krijuar të gjithat, edhe diellin edhe honën edhe natën edhe ditën e kështu me radhë, in kuntum iyyahu ta'budun, qofse jeni të adhuruar Allahun dhe besoni atë. Mirë po, si argumenti ka cekë që të katërtat që dhe autori ka marrë domethënë argument se për ekzistimin e Allahut Azza wa Jall, edhe këtë e kam cekur për fillimit të librit autori, zakonisht kur përmend fjalë, edhe thjesht ka shkruar këtë libër, veç me shikue gjenë se realisht është mbështetur kryqëput në ajete kuranore apo në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe thuaj se nuk ka dalë prej tyre. Edhe kur ka cekur si argumente, në më thonë diellin dhe honën, natën dhe ditën, realisht mbështetur në jetë kuranor, pra thjesht këto i marrim si argument me njoftë Allahun, madhërinë e tij dhe atë me adhuru, e kur se seruna Zot që më adhuru, se thash edhe në sot asaj dite ka njerëz që adhurojnë, që atribojnë ose i marrin për Zot në mënyrë direkte, ose thjesht i dedikojnë dhe i atribojnë adhurime të ndryshme, domethënë qoftë diellit, qoftë honës, qoftë domethënë planeteve të tjera, edhe shet domethënë edhe horoskopin si ju duket shumë thjesht si horoskop. Parashikimi i fatit i cili lidhet me lëvizjen e trupave qiellor dhe aty e yjeve, edhe thjesht prerja aty në rrugëve të tyre, atë mbas tyre ata mendojnë se e parashikojnë të ardhmen e që realisht masandej lidhet zemra për to, realisht kjo është besim i kotë dhe një lloj adhurime që i bëhet kësaj pune edhe është besotni, nga se fatin e çdo gjëje atë ardhmen e ka vetëm Allahu Azza wa Jall në dorë, edhe për atë, edhe pse janë krijesa të mëdha, duhet me adhuru vetëm Allahun Azza wa Jall, edhe jo këto krijesa. Ajet tjetër e ka cekur inna rabbakum alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالق رب العالمين. Dhe me të vërtet Zoti juaj është Allahu i cili ka krijuar qiellin dhe tokën në 6 ditë, e pasandej është ngritur mbi arsh, e mbulon nata ditën, e kërkon në tjetrën, e ka krijuar domethënë edhe dielli edhe hënda, edhe yjet, të gjitha janë domethënë të kontrolluara dhe mbikëqyra nga Allahu dhe me emrin e Tij. Atina i takon krijimi dhe urdhërimi, i madhruar qoftë Zoti krijuesi i botrave. Ky domethënë ajet tregon domethënë se atë që ka më herët madhështinë e qiellit dhe tokës, se janë 7 palë qiell, e janë 7 palë tokë. E këto gjitha i ka krijuar Allahu Azza wa Jall për 6 ditë, prej të hënës, prej të diellës deri në të gjumon, për 6 ditë. Për një urtësi se Allahu Azza wa Jall është i plotfuqishëm, kish mujt me kriju, domethënë edhe për një herë. Mirë po, urtësia e Allahut Azza wa Jall ka dashur të krijojë ato për 6 ditë. Mirë po janë krijesa të mëdha, 7 palë qiell, 7 palë tokë. Thashtë vazhdimisht njerëzit edhe sot asaj dite zbulojnë domethënë hapësira të ndryshme në galaktike dhe në gjësi, të cilat kanë qenë panjohura për neve, e që tregojnë se sa i madh është ky krijim i Allahut Azza wa Jall, e sa është më i madh ai i cili ka krijuar këto, se atë ka krijuar thash për 6 ditë, e është ngritur mbi arsh, se Allahu Azza wa Jall është i lartë dhe është mbi krijesat e Tina, nuk është në tokë as qiell, nuk përzihet me krijesat e Tina, mirë po ai me qenien e Tina qëndron domethënë lart mbi arshin e Tina, mirë po edhe nata e kërkon ditën edhe dita natën e kërkojnë, domethënë me ngulm. Përëndon dielli, vjen nata, lind dielli, vjen dita, e kështu me radhë faktikisht e pasojnë njëra tjetrën me një precizitet çaq të madh, saqë pej që e ka krijuar Allahu Azza wa Jall në këtë orbit vazhdojnë, edhe po thuaj se kur nuk ndryshojnë. Tash shiko
Tash nëse njerëzit thonë se me miliona vjet është qetë dhe toka, e ndërsa edhe më tepër, e shet domthon sa është madhështia e krijimit të Allahut Azza wa Jalla, i cili ka krijuar këto me miliona vjet edhe akoma as për një sekond nuk dalin për orbitës së vet. Edhe thjesht ajo që ka qenë para 20 vjetë, para 100 vjetë, para 1 milion vjetë, domthon çit kohë ka i dita, çat kohë atër ka i dita. E tash merret një krije sa do me kone perfeksionuar me pej dorës insonit, sa mundet me qëndrua, me vazhdu me konë qaq precize në punën e sajna. Mas një kohë, dhe më thonë, do të me bo servis, mas një kohë servisit do të me qujt, dhe më thonë, e krari, nga se faktikisht përfundan se nuk është të kryua për i ati cili është i plotfuqishëm, edhe përfundan këtë fjalë kuranore ka thonë ala lahul khalqu wal amru, Allahu te zili ta kanë krijimi, sa ai ka krijuar, mirë po është ai i cili e urdhron. Në këtë jetë dietarët kanë folë në meselën e krijimit Kuranit, kur kanë thonë se Kurani nuk është i krijuar, po është fjalë Allahut Azza wa Jall, nga se në këtë jetë Allahu ka thonë dy gjëra. Allahu ti takon krijimi edhe urdhrimi. Pra, tjetër çka është krijimi, e tjetër çka është urdhrimi, e për urdhrimit edhe të folërit e tina është fjala Allahut dhe është Kurani, edhe jetën e fundit e ka cekur ja ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'a wa anzala min as-samaa'i maa'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Edhe ky është urdhri i parë për urdhave që ka ardhur në ajet kuranor, domethënë në Kur'an, ajo është o ju njerëz, adhuroni Zotin e juaj, i cili ju ka krijuar juve dhe ata që ishin para jush, nëse dëni të bëni të devotshëm, i cili e ka bërë tokën të shesht, të përshtatshme me jetu mbi të, e ka bërë qiellin siç ati mbi kokët e juaja, ka zbritur nga qielli shi, përmes të cilit Allahu Azza wa Jall ju nxjerr fruta e të cilat janë furnizim për juve. E mos i bëni Zotit shok nëse jeni duke ditur këtë punë. Pra nëse e din se Zoti është ai i cili ka kriju, Zoti është ai i cili furnizon, Zoti është ai i cili mbikëqyr, Zoti është ai i cili ka çdo gjë në dorë, i cili duhet dhe atij takon adhurimi. Nuk guxon njeriu as me logjik, as fetarisht, me mendu se duhet me adhuru dikon se feja të ndalon, logjika domon nuk të zën që me adhuru dikon që nuk i ka këtë punë dorë. Nga se njëri kur adhuron dikon, kërkon diçka prej tina, e duhet me kërku prej atij që di ka gjërat në dorë, jo domethënë prej atij i cili nuk e ka as punën vet në dorë. Lutim Allahun Azza wa Jall që të na bën prej atyre që e njohim Allahun dhe madhështinë e tina, adhurojmë vetëm Allahun Azza wa Jall, nuk i bëjmë shok atina. Kjo është tash sa me treguar se Allahu është ai i cili na ka krijuar. Ai i cili na ka krijuar kërkon që të adhurojmë, në vazhdim do të marrim vesh se çka është adhurimi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.